Në një shtëpi modeste në lagjet e Prishtinës të viteve 90-ta, fillon rrëfimi një njeriu që jetën ja dedikoi lirisë dhe shërbimit publik. Aty, në shtëpinë e Fatmir Limajt, ku bashkëjetuan idealistët e kohës si Recep Selimi, Demir Aliaj, Ali Xhuliçi dhe të tjerë, Ekrem Kastrati hodhi hapat e parë drejt një rrugë që do t'i ndryshonte jetën. Ekrem Kastrati, kandidati i nismës socialdemokrate për kryetar të komunës së Malishevës për mandatin e dytë, në një intervistë për dokumentarin Ekspoze të Gazeta Blitz, ndau rrëfimin e tij të rrallë për rrugtimin jetësor që nis nga vitet e luftës e deri te përkushtimi për zhvillimin e Malishevës urbane. Kastrati kujtoi kontaktet e para me strukturat e UÇK-s në vitin 1996, ku në shtëpinë e Fatmir Limajt në Prishtinë u betua për të bërë pjesë e rezistencës. Ai rrëfeu se angazhimi në radhët e UÇK-s ishte një kthesë e madhe jetësore që u shoqërua më pas me sakrifica të mëdha, burgosje dhe tortura nga regjimi serb. Kontaktet e para me strukturat e atëhershme ilegale të ushtrisë shqiptare të Kosovës i kam pas në shtëpinë e zotit Fatmir Limaj, në shtëpinë e tina në Prishtinë, ku në atë kohë kemi qenë si merë me Recep Selimin, Fatmir Limaj, Demir Limaj, Ali Xhuliçin e të tjerët, ku jemi bashkangjitur celulave ilegale të ushtrisë shqiptare të Kosovës në fillim të vitit 1996, e më pastaj kemi vazhduar me aktivitetet përkatësisht me operacionet e atëhershme ilegale të ushtrisë shqiptare të Kosovës nëpër Kosovë e posaçërisht në komunën e Malishevës. Unë kam qenë ushtar, faktikisht kemi bërë betimin në Prishtinë, në shtëpinë që thash më herët, edhe kemi vazhduar me aktivitetet përkatësisht me organizimin e operacioneve të atëhershme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, posaçërisht në komunën e Malishevës, në cilësinë e ushtarit të ushtrisë, të kësaj ushtrie. I vendosur, i përkushtuar dhe i vetëdijshëm për rrezikun, Kastrati ishte angazhuar në operacionet ilegale të UÇK-s, veçanërisht në zonën e Malishevës. I përkushtuar për lirinë, nuk e llogariti sakrificën personale e as familjare. Për të, momenti i kthesës së madhe në jetë ishte betimi si ushtar i UÇK-s. Përballë kishte një armik të pamëshirshëm, por përpara një ideal të madh, atë të çlirimit. Nga vetë fakti që t'jesh ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës është një sakrificë fillestare, sepse përballë kemi pas një armik të pamëshirshëm, një armik i cili të gjithë shqiptarët e dinë në lëkurën e vet apo në historinë e vet që gjithmonë kemi pas një armik të papërshtatshëm, një armik kogja të fortë dhe një armik i cili ka qenë gjatë gjithë kohës i pamëshirshëm në të gjitha drejtimet. Prandaj edhe sakrifica jonë ka qenë e tillë, mirë po nuk i kemi bërë shumë sop sakrificën as personale as të familjes, sepse kemi dashur që liria e Kosovës të vijë sa më shpejt, e kjo rruga atëherë ka qenë vetmja alternativë, vetmi shtek ku neve na pat mbet që t'i rrokum armët dhe të forcojmë elementin militar kundër një armiku të atëhershëm sikur që ka qenë Serbia. Momenti më i mirë ka qenë kur kam dhënë betimin që t'jem ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës, ka qenë kthesa më e madhe në jetën time, ku kam marrë një drejtim të ri në zhvillimin e jetës, gjithmonë në shërbim të kombit dheut. Kjo ka qenë elementi më kulminant, më i mirë. Ndërsa kemi pas edhe përjetimet e tjera, të cilat më pastaj ndodhi që edhe të burgosëm në cilësinë e ushtarit të kësaj ushtrie, edhe më pastaj zhvilluam jetën në përburgjet e Serbisë. Por rruga drejt lirisë ishte e dhimbshme. Në fillim të vitit 1997, ai dhe shumë bashkëluftëtarë të tjerë ranë në duart e armikut. Ekrem Kastrati, Fatmir Limaj, Naid Hasani, Ali Xhuliçi, Bislim Zogaj dhe dhjetra të tjerë u burgosën. Tortura, izolim, dhunë e më pas dënime të rënda në burgjet serbe. Pjesa më e dhimbshme ndoshta dhe me pasojë shumë të mëdha për mua dhe për familjen time, po sigurisht edhe për strukturat e atëhershme ilegale, ka qenë burgosja jonë e grupit ton me shok të cilët ranë në burg në fillim të shkurtit, që kemi qenë të burgosur një numër i madh i ushtarëve të ushtrisë shqiptare, sikur që thash më herët, unë Demir Limaj, Ali Xhuliçi, Naid Hasani,
Isak Shabani, Bislim Zogaj, e shumë të tjerë të cilët u burgosëm në fillim të vitit 1997, edhe më pastaj u dënuam me dënime të larta të atëshme, e që na ra që ta vuajmë dënimin nëpër kazamatet sipër, përkatësisht duke filluar këtu në Kosovë pjesën e hetimeve apo pjesën e cila ka qenë më vështira, e më pastaj edhe vuajtja e dënimit nëpër bujqet e Serbisë edhe këtu në Kosovë. Kastrati ka rrëfyer vështirësitë e të qenit i burgosur politik në burgjet serbe, një shteti që nuk respektonte asnjë të drejtë ndërkombëtare. Por pavarësisht këtyre, ata mendjen e kishin të shokët të tyre që po luftonin. Ti je i burgosur në i shtetit serb, përkatësisht i strukturat e atëshme të sigurisë të shtetit serb ka qenë jashtëzakonisht shumë e vështirë edhe një përjetim i skajshëm, sepse Serbia atëshme nuk ka respektuar konventat ndërkombëtare mbi të burgosurit, as nuk ka respektuar të drejtat të burgosurit, as faktikisht ka qenë një sistem i dalur nga binarët e drejtësisë, i dalur nga e drejta ndërkombëtare, edhe kështu që nuk ka respektuar asnjë të drejtë, as të burgosur, as të marrën peng, sikur që ne kemi qenë të burgosurit të atëshëm. E që kjo ndoshta është edhe pjesa pjesa më e vështirë e jetës tem, sepse për me qenë me zbashku me shokët e mi në burg, ka qenë kohë e vështirë, jo nga vetë fakti që ne kemi përjetuar ndoshta torturat e mëdha, mirë po nga vetë fakti që kanë qenë zhvillimet mëdha në Kosovë, në dheun tonë, ku ushtria shqiptare e Kosovës ka vazhduar me luftën e saj, ka vazhduar me shtrirjen e saj, edhe kështu që edhe kjo pjesë e kemi pas si handicap apo vështirësi, pse nuk jemi ne në frontet e luftës, që nuk jemi me shokë tanë të cilët shumica prej tyre tashmë janë dëshmorë. Dënimi për ta ishte 10 vite burg, por pas 4 vitesh kastrati më të burgosurit e tjerë u liruan, pasi Kosova u çlirua. Ne jemi dënuar me 10 vite burg, mirë po dënimi nuk e kemi kryer të tërësishëm, sepse ka ndodhur liria e Kosovës në vitin 1999, forcat serbe janë larguar prej këtujt edhe e kanë qenë presion i madh ndërkombëtar që Serbia të nxjerrë ligjin e parlamentit e saj për lirimin e pengjeve të lutur, për lirimin e burgosurve politikë, sikur që kemi qenë na edhe mbas 4 vjetë e 2 muaj, parafërsisht ashtu ne jemi liruar me vendim të parlamentit të Serbisë, përkatësisht si një kurth që ka pas Serbia atëhershme që t'i liroj pengjet e luftës, po edhe të burgosurit politik. Një nga momentet më të dhimbshme që ndau kastrati ishte përjetimi i masakrës së Dubravës, të cilën e quajti si një nga tragjeditë më të mëdha të njerëzimit pas luftës së dytë botërore. Ai rrëfeu për vrasjet dhe masakrat që ndodhen para syve të tij e shumë të burgosurve tjerë. Maj 1999, burgun e Dubravës simboloi tymi i zi i dhunës. Forcat serbe kryen një prej krimeve më të rënda ndaj të burgosurve shqiptarë. Masakra la pas dhjetra të vrarë dhe të plagosur, një plagë që nuk shërohet kurrë. Për Ekrem Kastratin, ai është pjesa më dëmshme dhe dramatike e jetës. Gjatë vuajtjes së dënimit, pjesa më e vështirë, më sfiduese, e cila ka sjellë edhe dhimbje në jetën tonë, ka qenë edhe masakra në burgun e Dubravës, ku kanë ndodhur prej forcave serbe, aty na kanë rënë shumë shok, tashmë që kemi dëshmorë dhe shumë të tjerë që janë të plagosur dhe që vuajnë edhe më tutje nga plagët që kanë marrë në burgun e Dubravës. Prandaj kjo masakër është masakra më e madhe që ka ndodhur në historinë e njerëzimit mbas luftës së dytë botërore, që një shtet me struktura të veta të sigurisë, përkatësisht me njerëz të cilët kanë qenë zyrtar të shtetit të Serbisë, e kanë zhvilluar atë masakrën në burgun e Dubravës, që për neve ka qenë pjesa më e dhimbshme e jetës tonë, sa që kujtojmë, sepse atje kanë rënë shumë shok dëshmorë, dhe tashmë shumë të tjerë, thashë më herët, janë edhe invalidë dhe që kanë mësuar gjatë gjithë jetës tyre. Masakra ka ndodhur në sy të gjithë të burgosurve. Edhe kështu që i kemi parë të vrarët, i kemi parë të masakruarit, sepse edhe ne secili prej nesh ka pritë që ne të vritemi edhe të masakrohemi nga forcat serbe. Mirë po ka qenë
ka qenë aq numri i madh i të vrarëve dhe i të masakruarve, sa që kur në një moment ata ndërprejnë vrasjen dhe masakrimin e burgosëve dhe të tjerë, sepse vërtet burgu i Dubravës u shndrua në një kasaphane, u shndrua në një vend ku nuk gjithandej kishte kufoma, kishte njerëz të masakruar, kishte njerëz që ishin të plagosur. Kështu që kjo pamje apo kjo kujtesë jone është pjesa, thashë edhe më herët, pjesa më e dhimbshme dhe më dramatike e jetës tonë. Pas transferimit në burgun e Nishit me 10 qershor 1999, arriti lajmi që ndryshoi gjithçka. Forcat serbe janë larguar nga Kosova dhe populli është i lirë. Edhe pse në burg, Kastrati thotë se ky ishte momenti më i mirë për të gjithë. Mbas masakrës së Dubravës, ne pësojmë një transfer në burgun e Nishit me 10 qershor të vitit 1999, edhe në burgun e Nishit atje kuptuam që forcat serbe janë larguar nga Kosova, edhe tashmë populli i Kosovës jeton i lirë me mendimin e faktorit ndërkombëtar, dhe sigurisht që ka qenë ndoshta momenti më i lumtur i jetës tonë, edhe pse ishim të burgosur kur e kuptuam, edhe pse ishim me plagë, edhe pse ishim me dhimbje të shokëve të cilët na kishin rënë në burgun e Dubravës, po në të gjitha burgjet tjera anëkën Serbisë, kur e kuptuam që shteti u themelua shteti i Kosovës, faktikisht u larguan forcat serbe dhe tashmë popullet dhe qytetarët e Republikës Kosovës tashmë jetojnë të lirë. Ka qenë momenti më i mirë i jetës tonë, jo veç imi, po të gjithë shokëve që kemi qenë në atëherë në burgun e Nishit. Por si e sheh Ekrem Kastrati Kosovën 26 vite pas luftës? Kosova ka përparuar shumë, ka ecë në rrugën e saj drejt zhvillimit në të gjitha drejtimet, si në zhvillimin ekonomik, si në të gjitha sferat e jetës që zhvillohen në Republikën e Kosovës. Prandaj unë jam shumë i kënaqur me të arriturat e shtetit të Kosovës, me të arriturat e qytetarëve të saj, dhe tashmë Kosova ka një perspektivë të madhe drejt aspiratave, realizimit të aspiratave të saj në integrimin e këtij shteti në strukturat euroatlantike, përkatësisht në Bashkimin Evropian. Ne të gjithë që kemi pas rastin të jetojmë dhe të mbijetojmë mbas luftës, neve kemi detyrë esenciale që të realizojmë amanetin e dëshmorëve dhe të gjithë të terrenëve të gjitha periudhave, e posaçërisht dëshmorëve të fundit, sepse dëshira apo amaneti i tyre është që ta forcojmë shtetin, ta zhvillojmë shtetin dhe në këtë mënyrë fëmijët tonë ta shohin të ardhmen në shtetin e Republikës Kosovës. Pas çlirimit të Kosovës dhe lirimit të tij nga burgu, Ekrem Kastrati u përfshi në jetën politike. Në vitin 2021 u nominua nga nisma social-demokrate për të udhëhequr Malishevën me vizionin Malisheva urbane, një koncept që synonte zhvillimin urban, planifikimin hapësinor dhe modernizimin e qytetit. Sot, pas përfundimit të mandatit 4 vjeçar, ai thotë se premtimi i tyre është realizuar pothuajse në tërësi. Rrugtimi im në politikë daton qysh në vitet e mërshme, mbas kthimit nga burgu im kyç në strukturat e atëhershme politike, mirë po në vitin 2021, strukturat, përkatësisht kryesia e nismës social-demokrate Degana Malishev më ka nominuar për kryetar të Malishevës në zgjedhjet e 2021-shit. Prandaj si kandidati i atëhershëm ne kemi pas premtimet tona, të cilat kanë qenë dhe kemi pas si motot e fushatës Malishevën urbane. Në këtë mënyrë ky nocion ka dalë duke i identifikuar nevojat, përkatësisht kërkesat e qytetarëve të komunës së Malishevës për një qytet të sarmës, për një qytet i cili do duhej të vijen bazat e planifikimit hapësinor, po edhe sigurisht edhe bazat e planifikimit urbanistik si një domosdoshmë e kohës, si një element i cili ka qenë dashur gjithsesi që të instalohet në qytetin e komunës së Malishevës. Prandaj edhe premtimi jonë për një Malishevë urbane tashmë është realizuar pothuajse në tërësi. I kemi edhe pjesë tjera të qytetit të cilat duhet të trajtohen në mënyrë urbanistike me qëllim që t'i motivojmë dhe që t'i kryejmë kushte, po njëkohësisht që t'i nxisim edhe investimet nga sektori privat që të ndërtohet qyteti, që të shtrihet qyteti në të gjitha drejtimet ku ne aty kemi planifikuar
në të gjitha drejtimet. Prandaj kjo moto jon për Malishevë urbane tashmë është një qëllim i arritur, është një objektiv i arritur, edhe tashmë qytetarët e komunës Malishevës po shohin Malishevën si një qytet të sarmës, si një qytet ku e ndërtojnë të ardhmen e familjes vet, po sigurisht të ardhmen e fëmijës dhe të pasardhësve të vet. Prandaj unë jam shumë krenar që me ekipin tim profesional kemi punuar shumë kohë gjatë këtyre 4 viteve në të gjitha drejtimet, duke filluar nga lirimi i hapësirave publike që ka qenë njerë prej sfidave apo vështirësive tona, sepse Malisheva prej para luftës, gjatë luftës, mirë po edhe mbas luftës, ka pas devijim nga vijat geodezike përkatësisht katastrale dhe ka pas objekte të cilat janë shtrirë edhe në pronën shoqëror, përkatësisht në pronën publike apo komunale, me çka ne kemi intervenuar dhe kemi zgjeruar rrugët dhe kemi investuar në të gjithë pjesën ku kemi bërë lirimin e hapësirave publike. Mandati i tij ka sjellë ndryshime të prekshme. Ai thotë se janë realizuar projekte të rëndësishme si ndërtimi i sheshit të dëshmorëve, nënkalimi i segmentit Kiev-Autostrad, parkingu nën-toksor, bulevardi Afri Mazreku, si dhe investime në shëndetësi, arsim, sport dhe bujqësi. Tashmë Malisheva ka një shesh të dëshmorëve multifunksional, si vetë po shihni, sepse kjo hapësirë do të nevojitet gjeneratave për zhvillimin e shumë aktiviteteve kulturore, promovuese, po sigurisht edhe të rekreacionit apo të shumë qëllimeve tjera që ky shesh multifunksional do t'i nevojitet gjeneratat tashmë. Mirë, po në ndërkohë kemi ndërtuar edhe nënkalimin e segmentit kryesor Kiev Autostrad, i cili segment ka qenë më i ngarkuar dhe ky segment ka shkaktuar shumë trafik dhe ka qenë një gushve pa parë në komunikacion. Prandaj ne kemi me projektin të cilin e kemi veç ndërtu, e kemi pasur që ky segment hinë në nënkalim dhe tashmë Malisheva ka nënkalimin e saj, e që s'kemi as gushë në trafik, edhe të gjithë pjesëmarrësit në trafik e gëzojnë një komoditet, po edhe nuk humbin kohë, po sigurisht i kursejnë edhe shpenzimet. Në mes tjerësh kemi edhe ky projekt ka përfshirë edhe ndërtimin e parkingjeve nën-toksore, ku i kemi më shumë se 200 parkingje nën-toksore, ku këtë kjo pjesë e afarizëve, pikërisht e bizneseve, kanë mundësi që të parkohen në këtë parking nën-toksor dhe t'i kryejnë shërbimet e veta, jo veç bizneset, po edhe qytetarë, sepse është një element shumë i rëndësishëm urbanistik ndërtimi i parkingjeve nën-toksore. Ne këtë nevojë kemi identifikuar dhe më qysh herët e kemi parë që qytetarët e komunës së Malishevës kanë nevojë të jashtëzakonshme edhe për parkingje nën-toksore, edhe për hapësira tjera publike, sikur që është parku i dëshmorëve, përkatësisht sheshi i dëshmorëve. Krahas investimeve për Malishevën urbane, kryetari i kësaj komune anashtu i ka lënë as kategoritë sociale, teksa ka ndërtuar mbi 20 shtëpi për ta. Po ashtu ka investuar në bujqësi e blegturi, e ka subvencionuar prodhimin vendor. Në të njëjtën kohë, po gjatë këtij mandati ne kemi investuar në pjesë tjera të qytetit, sigurisht që është bulevardi Ibrahim Mazreku, një rrugë e atëshme e cila ka pas shumë vërshime prej ujit, ka pas avarit të ndryshme, kablët elektrike kanë qenë në një pamje të mëshme, një funksion të mëshme kanë pas, kështu që të gjitha këto duke përfshirë infrastrukturën nën-toksore, trajtimin e ujrave të zeza, trajtimin e ujrave atmosferik, mirë po sigurisht edhe kablët elektrik, të gjitha këto i kemi rregulluar dhe tashmë Malisheva po shihin edhe vetë që e ka një pamje krejt të re, e ka një pamje të qytetit, edhe sigurisht që kjo është pjesa parë e projektit, ndërsa pjesa 2 e projektit do të vazhdojmë për gjatë shtratit Lumit Mirusha që lidhet me liçenin e Mirushës, edhe kjo pjesë do të jetë pjesa rekreative apo pjesa një shtetërore e jashtëzakonshme që ka me pas Malisheva në të ardhmen. Mirë, po në ndërkohë ne nuk kemi dalë edhe me investime tjera, duke investuar në sport, ku kemi ndërtuar në bashkëfinancim, kemi ndërtuar këtë stadiumin e klubit futbollistik Malisheva, po sigurisht nuk e kemi lënë onash as shëndetësinë, as arsimin, sepse kemi investuar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, edhe në fazadimin e jashtëm, edhe në rregullimin e oborrit, edhe në rregullimin e garazhave të këtij institucioni shëndetësor, po sigurisht nuk e kemi lënë onash edhe pajisjen me
aparaturë mjekësore, sikur që është diagnostikimi i sëmundjeve të hershme, mirë po sigurisht edhe aparaturë e cila neve na mundson edhe shërimin e sëmundjeve përveç elementit preventiv, domethënë që kemi edhe pjesën diagnostike që kemi pajisë me laborator dhe me substanca tjera kimike që neve na mundsojnë një numër të madh të analizave me i bënë në QKMF. Për në të njëjtin ku nuk kemi lënë edhe shtresën sociale përkatësisht familjet e cilat kanë qenë në nevojë, kemi ndërtuar më shumë se 20 shtëpi për familjet e cilat nuk kanë mundësi financiare dhe buxhetore që të ndërtojnë vetë shtëpinë, po sigurisht kemi ndihmuar edhe fermerët tonë me mekanizëm bujqësor, me sera, me hapjen të puseve, me shumë dikastere tjera, sigur që e kemi përkrahë dhe blektorinë me subvencionimin e qumshtit, i kemi përkrahë bletarët, po edhe të gjitha degët e bujqësisë i kemi përkrahë në masë të madhe, me qëllim që edhe bujqësia si element shumë i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik të mos të lëmonësh dhe që edhe bujqëtarët të kenë një perspektivë sa më të madhe me produktet e veta të jenë prezent sa më shumë në tregun e Malishevës. Por mandati i Kastratit është përcjell edhe me sfida, ndër të tjera mungesa e përkrahjes nga qeveria e Kosovës. Edhe pse buxheti i komunës ka qenë i kufizuar dhe përkrahja nga niveli qendror minimal, Ekrem Kastrati dhe ekipi i tij ka arritur ta përmbush pjesën më të madhe të programit. Ne kemi shumë projekte tjera të cilat do t'i realizojmë gjatë mandatit tashëm, të gjitha këto që s'kemi pas mundësi që t'i realizojmë gjatë 4 vjetëve për shkak të pamundësisë tonë buxhetore, edhe me thonë të drejtën edhe pa ndonjë ndihmë konkrete nga institucionet qendrore, ne me forcat tona jemi munduar që të avancojmë në të gjitha drejtime. Njëra prej sfidave të mëdha ka qenë lirimi i hapësirave publike, ka qenë një vendim i joni i madh ku kemi dashur që t'i zgjerojmë rrugët, që t'i lirojmë hapësirat publike, mirë po dhe si tjetër ka qenë buxheti simbolik i komunës së Malishevës, e që ambicet tona dhe kërkesat tona të qytetarëve kanë qenë shumë të mëdha dhe kështu që kjo ndoshta ka qenë sfida, mirë po sfidë tjetër ka qenë edhe mos përkrahja e institucioneve qendrore në projektet tona madhore, sikur që është zgjidhja e problemit të ujit pijes, zgjidhja me furnizim me energji elektrike. Këto edhe me tutje mbesin sfida, mbesin projekte të cilat në të ardhmen do t'i realizojmë me qëllim që këto dy elemente të rëndësishme për jetën e njeriu t'i realizojmë sa më shpejt që është e mundshme. Ai përmend se shumë projekte nuk kanë mundur t'i realizojnë për shkak të mungesës së buxhetit, për të cilat niveli qendror ka refuzuar të ndihmojë. Megjithatë, përkundër këtyre sfidave, Kastrati thotë se janë përmbushur detyrimet ligjore dhe janë krijuar kushtet për një qytet modern. Me qeverinë qendrore ne kemi ndërtuar me shumë projekte që të na ndihmojnë, nuk e kanë pas gatishmërinë as që të na ndihmojnë në realizimin e projektit me ujë pijes nga sistemi radonisit, mirë po as ndërtimin në stacionit prej 220 kV këto në Malishev, as kemi gjetë përkrahje në ndërtimin e qarkorës së Malishevës, të rrugës qarkore në fakt, e shumë projekte të tjera të cilat neve na është dashur në fakt përkrahja dhe mbështetja nga qeveria qendrore, sepse janë projekte të cilat kushtojnë shumë, mirë po janë projekte të cilat gjithsesi duhet përkrahja nga qeveria qendrore. Ndërsa edhe sfidë tjetër në vete ka qenë edhe përmbushja e obligimeve që kanë dalë nga kontrata kolektive, ku ne kemi pasur një handicap të madh, kemi pasur një vështirësi shumë të madhe në përmbushjen e këtyre obligimeve që kanë dalë, sepse gjatë tyre 4 vjetëve neve na është dashur diku rreth 4 milionë euro nga buxheti komunal që ti përmbushim detyrimet që kanë dalë nga kontrata kolektive, shumë e cila ka qenë pa përballueshme për nivelin e komunës, kur që është komuna Malishevës, mirë po megjithatë ne jemi munduar që edhe ti përmbushim këto obligime që kanë dalë nga kontrata kolektive, mirë po edhe nga ligjet tjera të cilet i ka aprovu Parlamenti i Kosovës dhe që kanë qenë edhe që na kanë mbetë neve komunave që ti realizojmë ato detyrime të cilat kanë qenë thashë shumë të mëdha dhe edhe kemi prit nga qeveria qendrore që të na rimbursoj këto shuma me qëllim që ti realizojmë projektet tona të cilat e kemi nisë. Nga vetë fakti që ne kemi kryer detyrime në përmbushjen
e kërkesave ligjore, përkatësisht përmbarimore, ne kemi shkurtuar shumë, apo kemi ndërprer shumë projekte në përfshatra të cilat në të ardhmen do t'i realizojmë, mirë po megjithatë kemi pas shumë pengesa në realizimin e kërkesave, përkatësisht plotësimin e nevojave në përfshatrat e komunës Malishevës. Sot, kandidati i nismës Ekrem Kastrati kërkon edhe një mandat për të përfunduar atë që ka nisur. Synimi është që të përfundohet pjesa e dytë e projektit Malisheva Urbane dhe të modernizohen fshatrat. Sigur që do të synojmë edhe mandatin nash 4 vjeçar me qëllim që të vazhdojmë me pjesën e dytë të Malishevës Urbane në pjesë të qytetit, të cilat tash që janë shumë kruciale dhe shumë esenciale apo të rëndësishme për përmbushjen e premtimit tonë elektoral për një Malishevë Urbane, mirë po tash edhe mandati dytë më shumë do të fokusohemi në rrumbullaksimin apo në ndërtimin e infrastrukturës bazike në përfshatra. Tash fokusioni veçantë do të jetë ndërtimi i rrugëve, rrugicave, ndriçimit publik, trajtimi urave zeza, përkatësisht kanalizimet në përfshatra, edhe fokusi veçantë do të shtrihet në realizimin e këtyre kërkesave, përkatësisht në urbanizimin dhe modernizimin e fshatrave komunës së Malishevës, mirë po gjithmonë me një kujdes të posaçëm apo të veçantë që edhe qyteti të vazhdon me projekcionet apo me projektet të cilat më tashmë i kemi përpara dhe presim që të realizojmë në të ardhmen. Në intervistën për ekspoze, ai thotë se Malisheva mbetet bastioni i nismës socialdemokrate dhe e lidershipit të Fatmir Limajt, i cili, siç thekson, ka kontribuar me shumë projekte në këtë komunë. Malisheva ka qenë, është do të mbetet bastioni i nismës socialdemokrate sepse jemi të lidhur ngushtë dhe shpeshtisht apo përzemësisht me liderin tonë zoti Fatmir Limaj, i cili ka bërë shumë projekte në këtë komunë, ka realizuar shumë projekte duke nisur nga të gjitha llojet e infrastrukturës, si shkollore, si rrugore, si në infrastrukturën nën-toksore. Prandaj edhe qytetari i Malishevës është i lidhur, është përzemësisht me liderin Limaj, po edhe me programin e nismës socialdemokrate, dhe kështu që Malisheva do të mbetet edhe është do të mbetet gjithmonë bastion i kësaj partie. Ai beson në përkrahjen e qytetarëve me 12 tetor, pasi thotë se ata e vlerësojnë punën e bërë nga ai. Duhet që të na mbërkrajnë dhe të na mbështesin sepse e kanë parë përkushtimin tonë, e kanë parë punën tonë, angazhimin tonë permanent në realizimin e shumë projekte të cilat i kemi premtuar për atyre dhe i kemi realizuar. Prandaj qytetarët e Malishevës kanë kriteret për vlerësim i kanë shumë të larta, edhe din ta shmojnë punëtorin, din ta shmojnë ndjersën e punëtorit, dhe kështu që me punën dhe angazhimin tonë që kemi bërë gjatë tyre 4 vjetëve kemi garancë që të na mbështesin dhe të na përkrajnë edhe në të ardhmen në vazhdimin, sikur që thash, të Malishevës Urbane, po edhe të fshatrave moderne dhe të fshatrave urbanistik. Prandaj premtimet tona janë shumë reale, janë të mashme të përmbushura, edhe qytetari i komunës së Malishevës do të shkojnë në këtë drejtim, në përmbushjen apo në besimin që ka partia Nisma Socialdemokrate këtu në Malishevë. Sipas Kastratit, me 12 tetor Nisma do ta festojë fitoren pa balotazh në Malishevë. Ne besojmë fuqishëm, duke i parë matjet në terren dhe me kontaktin permanent që kemi me qytetarët Nisma Socialdemokrate, përkatësisht kandidati i saj me 12 tetor do të feston fitoren pa balotazh, sepse ashtu është qëndrimi qytetar, është besimi qytetarëve dhe sigurisht puna dhe angazhimi jonë është argumenti më i fortë për një fitore të tillë. Nga betimi në UÇK deri te vizioni për një Malishevë urbane, rrugtimi i Ekrem Kastratit është historia e një njeriu që nuk hoqi dorë asnjëherë nga shërbimi ndaj atdheut. Në kohë lufte, në kohë paqeje, me armë në dorë dhe me projekte në tavolinë, gjithmonë me synimin që Kosova të ecë përpara.